Si të hartojmë deklaratën e mbrojtjes dhe dokumentat që duhet t'i bashkangjiten, do t'i jetë objekti i kësaj video informuese. Pasi analizuam hapat procedurial që duhet të ndiqen për të hartuar një padi, tashmë vjen radha deklaratës së mbrojtjes si një mjet tjetër që duhet në një procedurë gjyqësore, zakonisht civile dhe administrative, dhe është mjeti procedurial në duart e të paditurit, ndaj të cilit kundërshtohet një pretendim nga ana e palës paditëse. Ai ka të drejtën që nëpërmjet deklaratës së mbrojtjes të bëjë mbrojtjen e tij, të kundërshtojë prapësimet e paditësit dhe të kërkojë edhe nga gjykata nëse pretendon që në fakt është paditësi ai që duhet t'i jap diçka, të rivendosë një të drejtë apo t'i njohë një të drejtë. Deklarata e mbrojtjes si koncept hyri në fuqi me ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile në vitin 2017 dhe gjykata pasi konstaton që padia nuk ka të meta dhe përmban të gjitha ato elementet që ne kemi sqaruar tek videoja më parshme, ja njofton këto prapadinë së bashku me aktet palës së paditur dhe i kërkon që brenda një afati të caktuar, që është deri në 30 ditë, të depozitojë prapësimet e tij dhe provat e tij në lidhje me pretendimet e paraqitura nga ana e paditësit. Është shumë e rëndësishme që deklarata e mbrojtjes të ndjekë disa hapa proceduriale në ndërtimin e saj dhe t'i bashkangjiten provat dhe kërkesat proceduriale, në të kundërt nëse deklarata e mbrojtjes është e paplot apo nuk bashkangjiten kërkesat proceduriale apo provat që pretendohet, mund të ndodhë që gjykata mos i pranojë për shkak të kalimit të afateve proceduriale. Duhet theksoj që deklarata e mbrojtjes duhet të depozitohet brenda afatit të përcaktuar nga ana e gjykatës. Pasi bëhet një analizë ligjore e fakteve dhe rrethanave dhe kundërshtimeve pse pretendimet e ngritura nga ana e palës paditëse nuk janë të bazuar, duhet që deklarata së mbrojtjes t'i bashkangjiten disa dokumenta, kërkesa, në mënyrë që të bëhet një hetim i plotë dhe i gjithanshëm dhe të mbrohet e drejta e palës së paditur. Akti i parë është akti i përfaqësimit. Nëse pala e paditur zgjedh që të përfaqësohet nga një avokat apo profesionist i ligjit, duhet të hartojë në aktin e përfaqësimit, i cili duhet të bëhet përpara një noteri. Duhet të cilësojmë që në aktin e përfaqësimit të shënohen në mënyrë të qartë dhe të plotë tagrat, duke përfshirë edhe tagrën për nënshkrimin dhe depozitimin e deklaratës së mbrojtjes, pasi mund përbëhet shkak që mund mos pranohet, pasi avokati mund mos ketë të drejtën për ta nënshkruar deklaratën e mbrojtjes, duke vendosur edhe në rrezik, le ta themi, mbrojtjen. Në këtë rast, pasi mund mos pranohet deklarata e mbrojtjes së paraqitur nga subjekti që duhet ta kishte paraqitur, që në këtë rast është pala, sepse avokati nuk ka tagrën për ta firmosur dhe depozituar. Andaj duhet bëhet shumë kujdes në hartimin e aktit të përfaqësimit. Gjithsesi, në lidhje me aktin e përfaqësimit, ne do bëjmë një video tjetër informuese se cilat janë elementet që duhet përmbajë akti i përfaqësimit në mënyrë që të jetë i plotë dhe mos të ketë probleme proceduriale për mbrojtjen e klientit. Provat duhet renditen në mënyrë kronologjike, duke kundërshtuar pretendimet e ngritura nga ana e paditësit, pra nëse paditësi ka një pretendim në lidhje për shembull me të drejtën për të njohur pronar nga pala e paditur, duhet bëhet një historik i çështjes dhe pse pretendimet që ngren pala paditëse nuk qëndrojnë, duke i bashkangjitur dhe provat respektive për secilin pretendim. Provat duhet të jenë në formën e njësuar me origjinalin ose origjinal, por sugjerohet që të jenë të njësuar me origjinalin, pasi origjinalet duhet të mbahen nga vetë klienti, sepse mund të ndodhë që mund t'i duhen në një moment të dytë. Kërkesa proceduriale, së bashku me deklaratën e mbrojtjes, është edhe momenti që duhet paraqiten edhe kërkesa proceduriale, të cilat mund të lidhen me kompetencën e gjykatës, me jurisdiksionin e gjykatës, me përjashtimin e trupit gjykues, përmarrjen e masës së sigurimit, kërkesa për thirrjen e një dëshmitari për të provuar një pretendim. Duhet të paraqiten të gjitha kërkesat. Paraqitja e një kërkese në një moment të dytë apo në një fazë të dytë proceduriale mund të rrezikojë mosmarrjen parasysh të saj. Dhe një element që harrova tek provat, mund të ndodhë që ju nuk e dispononi një provë, mund të bëni një kërkesë për informacion dhe të kërkoni nga gjykata që nëse nuk e keni marrë provën brenda afateve të deklaratës së mbrojtjes, që të rezervoni të drejtën për ta paraqitur në një moment të dytë. Kundërpadia, një tjetër mjet procedurial në duart e palës së paditur, në bazë të cilës ju mund të kundërtoni një të drejtë
palës padice. Pra nëse pala padice thot që ju më keni marrë borxh 5.000 lekë dhe ndërkohë ju thoni që është e vërtetë që ju ka marrë 5.000 lekë, por ndërkohë ju kam dhënë edhe juve 6.000 lekë dhe ju nuk mi keni kthyer, atëherë mund të kërkoni këtë pretendim nëpërmjet kundër padisë dhe gjykata mund ta pranojë për shpërthim për shkak të lidhjes që ka me padinë. Pra dhe në këtë rast është një nga shkaqet është kompensimi midis dy padive. Siç e thash, deklarata mbrojtjes duhet të paraqitet në afatin e caktuar. Brenda afatit të caktuar nga gjykata duhet të firmose, duhet bashkangjiten të gjithë dokumentacioni. Bëni kujdes që një kopje e gjithë dokumentacionit të jetë edhe për palën e padice, apo nëse ka dhe persona të tretë dhe një kopje për palët, pra në procesin gjyqësor që është edhe personi i tretë. Nëse ju pëlqeu kjo video informuese, ju lutem bëni subscribe. Faleminderit.